Gjykata e posaçme e apelit ka lënë në fuqi masën e arrestit për Erja Agon, ish të dashurën e Safet Bajrit, e cila akuzohet për sigurim të kushteve, për kryerjen e vrasjes dhe për krahjen e autorit të krimit në vrasjen e Fatbar Dlicit, një ngjarje e ndodhur në gusht të vitit 2018. Erja Ago akuzohet se ka ndihmuar për largimin e autorëve të vrasjes nga vendi i ngjarjes, duke i mundsuar të largohen me automjetin e saj. Megjithatë, ajo ka mohuar përfshirjen dhe ka theksuar se nuk kishte asnjë lidhje me vrasjen. Nga ana tjetër, Safet Bajri e akuzuar gjithashtu për këtë krim, ka mohuar se ka patur lidhje me ngjarjen. Ai ka pretenduar se natën para ngjarjes ka qenë në një restorant dhe më pas në një lokal nate në Tiranë. Bajri ka theksuar se përgjimet e realizuara nuk mund të provojnë fajësinë e tij dhe se ai nuk ka patur asnjë rol në vrasjen e Licit. Sipas pak, vrasja është kryer për shkak të dyshimeve të Behar Bajrit, që mendonte se Ibrahim Lici, i afërm i Fatbar Licit, ishte autori i vrasjes së Boran Burçanës dhe partneres së tij, Silvin Doci, në korrik të vitit 2018.